në zgjedhje. Jo mund t'jeni të sigurt nëse i keni 61 vota për kabinetin qeveritar, po s'jeni të sigurt që i keni 61 për buxhetin 2026, sepse dhe aty duhet marrëveshje politike. Po sigurisht që këtu duhet të reflektoj çdo deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne kemi vështirësi tashmë të theksuara për buxhetin, votimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ai buxhet nuk i takon veç një subjekti politik, ai buxhet i takon gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe besoj që këtu ish dash të reflektoj çdo deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra do të shkoni sikur në seancën kur mandatari ishte Kurti, pa pas asnjë marrëveshje, veç në vullnetin e lirë deputetëve të partive tjera. Sigurisht që nuk do të ketë marrëveshje dhe do të shkojmë me vullnetin e deputetëve. Unë përsëri po ju bëj thirrje që të votohet Glauko Njusa për kryeministër dhe të hecim tutje. E qartë, do të vazhdojmë tash me temën për cilën veç se jemi marrë vesh. Gjafer Gashi i LDK-s nuk ka pranuar të jetë pjesë e debatit, po filloj me këtë pyetje. Ka mungesë të debatit të përballjes deri më tash, qysh po e sheh këtë pamundësi ndoshta për t'i ballafaquar edhe planet edhe idetë? Ne ishim në një ballafaqim në një medium më herët, ditë më parë, ku ne u përballëm dhe i përballëm të gjitha argumentet e faktet. Zoti Gashi ka gjetë një arsye që të thotë se gjuha denigruese, mirë po unë dhe nga kjo studio dua t'i tregoj qytetarëve të komunës Obiliqit, Kastriotit, që ekipi im ka bërë një hulumtim në atë debat dhe gjuha fyse dhe denigruese është përdorur 10 herë më shumë nga vetë zoti Gashi, që ai në mungesë të fakteve po i shmanget ballafaqimit. Unë përsëri i bëj thirrje. Ju s'keni përdorur gjuhë denigruese? Jo, unë kam përdorur gjuhë denigruese dhe unë mund ta them edhe me shifra dhe me numra. 14 herë zoti Gashi më ka quajtur mashtrues, 4 herë shpifs, 7 herë rëndës. Ndërsa qatë debatit, unë me numra po flasë. Mashtruese kam quajtur 2 herë, shpifs 5 herë, ke vjedh 4 herë, hajnë 4 herë. Po pse duhet kjo gjuhë mes dy politikanëve? Sigurisht që kjo gjuhë nuk është e preferuara as e imja, mirë po debat sigurisht që në ballafaqim edhe eskalon ndonjëherë situata. Mirë po unë kam përdorur, jam munduar të përdori kulturën time dhe asnjëherë nuk e kam quajtur në emër siç më ka quajtur ai, por gjithmonë i jam drejtuar me zoti Gashi. Kjo është kultura imja personale dhe familjes time, prandaj unë i bëj thirrje zotit Gashit që të vijë të ballafaqohemi me argumente dhe me fakte, sepse zoti Gashi për 12 vite ka qenë kryetari i komunës dhe në mandatin e fundit, në 4 vjeçarin e fundit, nga 17 fshatra sa janë në tërësi në komunën e Obiliqit, e them me përgjegjësi të plot për 15 fshatra asnjë cent investim nuk ka bërë zoti Gashi dhe qeverisja e tij. Prandaj kjo e vërtet i dhemb Gjafer Gashit, prandaj edhe nuk dën ballafaqim me mua. E qartë. Po fillojmë me marrëveshjet politike në kuadër të nivelit lokal. Ju i keni 9 asamblist për ta bërë shumicën në